Momentin ku të jep shpirtin, është moment shumë i rëndësishëm edhe shumë i vështirë. Nuk e din ti çka keme përjetu mas këtij momentit. A ka me të qelë e bardha, a e zezën, nuk e din. I trishtueshëm, i frigum, me gale, me siklet. Kur isha në gurbet atje vllaznive, u thosha para mendoni kur keni shku ju me marr letrat e azilantit. Çfarë sikleti keni pas mëna? Se dini tash ka më ardh pozitiv apo negativ. Sikletet më të moja janë se ke mundu, ke bo letra, ke bo punë, ke bo një vjet, 5 muaj, 6 muaj varësisht me situatave, e tash ti ke shku më me metra atje, si jo mu ki prap. E këtu mare, mu këthyje që kanë me thonë njerëzve, 100.000 sejnë të shkëtë e përmend. Edhe ke sikletije, nuk e din, kur të verë pozitiv, ke që e siklet harohet. Të tash mu, jam rahat. Ose kur të verë negativ, shkon sikleti edhe 2 fishohet, 3 fishohet. Për çka? Për një dokument qëndrimi afatgjat me një vend caktuar të dynjas. Për çka? Për një jetë më të mirë të dynjas. Gëzimi i madh kur të erdh pozitiv, mërzia e madhe kur të erdh negativ. E pa në momentin e vdekjes ti me të ardhur për shembull negativ. Zemë, çmajt. A ka siklet më të madh? Nuk ka. Kur gjos janë këto sikletet e tjera. Para më do me të ardhë tjetra, në djath, kalove, pozitiv. A ka këzim më të mëna? Andaj, feb shiru, thot jep myshde, me gjenet, që va kemi premtu besimtarve. Pastaj vazhdojnë Allahu dhe thot, nahnu, awliyaukum fil hayatit dunya wa fil akhirah. Na, jemi miqt e juaj besimtarve, që keni es këtë udhë edhe se një nalë, në dynja dhe në akhirat.